Ова е Горна Чаршија во Тетово, по-конкретно дел од улицата 185. Како што може да се гледа од снимките, поради дождот во текот на денешниот ден, состојбата на оваа улица е влошена. Жителите велат дека улицата претходно не била во ваква состојба, туку општина Тетово ја тргнала калдрмата за да ја употреби на улицата на бутиците. Од септември оваа улица е во ваква состојба, со прашина кога времето е убаво, а со кал кога има врнежи. Siç e shihni edhe ju në këtë moment, çdo herë kur bie shi është rruga në këtë gjendje. Domethënë këtu për momentin kemi kërkuar edhe taksit nuk na kanë ardhur për të një rast, ndihma e shpejt nuk vjen këtej, domethënë gjendja është aq e rënduar saqë ne jemi mundu disa herë të bëjmë kontakt me kryetarin e komunës të Tetovës, domethënë kemi hasë në vesh shurdhër, nuk ka vullnet. Domethënë ne kemi kërku, i ka marrë bekatonkat, kemi kërku vije për ta rregullu, ai ende sot e sot, domethënë ne kalon këtë gjendje që edhe vetë shihni. Është katastrofike se mbasi morën bekatorat premtau se ta bëj rrugën, por se kanë me ta bëjnë. A ne vujmë këto, kanë pleq, kanë smut, ka njerëz, shifë se është gjendja. Turp është për komunën, mëse rregullisht e rrekod që ka një javë punë, ka më shumë se një javë. Sa be shi këto bot, po edhe jo ka shi, po edhe pluni i madh është, jo se nuk vetëm shi, pluni edhe më i keq se shi është. Se pluni dëmson më shi ndon njerëzit. Prej kur janë të tërheq ato kaldërma prej rrugës nalt, edhe verës, po edhe dimrit, po edhe tash pranverë, gjithmonë ka probleme. Kohën e shiut, ja, e shihni vetë, në çfarë situata është rruga, jo vetëm për kombësorët, po edhe për makinat e për gjithçka. Është problem tjetër se kur bën kohë e mirë, pluhri mbyt krejt këtë lagje, prej naltë, bëhet fjalë për një zonë. Од општина Тетово вела дека во текот на мај или јуни ќе започнат работите за асфалтирање на оваа улица со средства добиени од владата. Sigurisht që jemi të informuar për gjendjen dhe besojmë se brenda, sipas informacioneve që kam, brenda muajit maj, eventualisht brenda muajit qershor, do të fillohet me punë në atë zonë, në atë rrugë, pra me mbështetjen e qeverisë do të arrijmë që të asfaltojmë atë rrugë dhe besoj se banorët më nuk do të kenë problem në lidhje me rrugën e tyre. Жителите на населба 184 денес ни испратија слики од тоа како врнежите од дожд влегуваат во нивните домови.